Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në një bashkëbisedim me qytetarët këtë të shtunë, foli për protestat në vend. Berisha akuzoi Ramën se ka injoruar kërkesat e protestuesve dhe ka përdorur dhunë ndaj tyre. Edi Rama përdori dhunën me tegër. Lëndet, helmuese, djegëse, kimike, një lloj si ato që përdoren në llogorët e luftës kundër armiqve, i përdorin ndaj protestuesve paqësor. Dallgët e kësaj lëvizje jo vetëm që nuk po shuhen, por po bëhen gjithnjë e më tronditse për Edi Ramën dhe regjimin e tij. Njëri që injoroi de facto totalisht kërkesat e ligjshme të protestuesve që po bëhen prej 2 muajsh. Kërkesat më themelore të kësaj proteste janë 5 pikat, nga cilat e para është Edi Rama jep dorëheqjen, të parevokueshme, të panegociueshme. Nuk ka kërkesë me legjitime sepse Edi Rama nuk është një kryeministër legjitim. Duke u ndalur te reforma territoriale, Berisha theksoi se me Edi Ramën nuk ka reformë. Sipas tij, Partia Socialiste mbylli punimet e komisionit dhe votoi në mënyrë të njëanshme dhe kundër ligjit në interesin e saj. Denoncuam para shqiptarëve dhe mbar botës aktin e papërgjegjshëm të Edi Ramës të tërheqjes së njëanshme nga reforma territoriale. Të dashur miq, në krye të radhës, kam deklaruar se me Edi Ramën reformë nuk ka. Por, nga ana tjetër, jo 1 apo 2, po 10, 100 dhe më shumë qytetarë nga të 4 anë të vendit, kanë kërkuar që Partia Demokratike të marrë pjesë në komisionin e reformës territoriale, për të mbrojtur interesat e tyre në këtë komision. Dhe ne këtë bëm, pas konsultave të gjëra në të cilat bipartizane, qytetarët e të gjithë spektrit politik, demokrat dhe socialist dhe të pa parti, demaskuan një zëri reformë në shkurt e Edi Ramës. Edi Rama vendosi të mbyll punimet e komisionit, të tërhiqet dhe votoi në mënyrë të njëanshme raportin dhe të kundërligjshme raportin e Maznikut, i cili s'ishte paraqitur në komision. Gjatë fjalës së tij, kryedemokrati u ndal te koncerti i Kanye West. Berisha akuzoi qeverisë se ka përdorur 4.2 milion euro fondet pensioneve për të paguar koncertin.